zemër të Athinës, aty ku diaspora shqiptare e mban gjallë kulturën dhe gjuhën, u mblodhën njerëz të fjalës e artit për të përqafuar librin poetik të Warda Albunesës, 69. 69 nuk është thjesht një vëllim, por një udhëtim i brendshëm i shkruar me guxim, finecë dhe një dritë që i përket vetëm saj. Në këtë mbrëmje, fjala u bë ur, u bashkuan krijues, lexues, miq dhe dashamirës të letërsisë, të cilët e pritën me ngrohtësi zërin e autores shkodrane. Përmes analizave, diskutimeve dhe mendimeve të sinqerta, doli në pa një Ward e pjekur në mendime e në ndjesi. Një artiste që di ta kthej përvojën personale në poezi që prek e mbetet gjatë. Ajo vetë e solli librin me modesti, emocion, duke e ndarë me publikun siç ndahen gjërat e çmuara, me përzemërsi. Çdo varg i 69-s është një hap drejt një bote ku emocionet nuk fshihen, po flasin hapur kur goha moderne takon shpirtin shkodran, ku lexuesi e gjen veten me ndjesi që nuk rrin brenda kufijve. Mbrëmja u kthye në një festë të qetë të kulturës, ku fjalën mbollën afërsi dhe ku libri u shpërnda si një kujtim i bukur, me autograf dhe buzëqeshjen e autores. Ishte një aktivitet që i dha zë diasporës, që e bëri letërsinë shtëpi dhe dëshmoi edhe një herë se arti na lidh kudo që ndodhemi. Një tjetër mik e kishte ardhur në literart për një prezantim të librit të dytë të saj, është zonja Warda Albunesa, jenë nga Shkodra, me librin me titull 69. Pas peripecirave të ditës së sotme dhe ndryshimit të ambientit, besoj të që të keni marrë vesh me rëmuja që bëhen sot në Athinë. Besoj arritëm që të mblidhemi konsiderueshëm këtu për ta nderuar zonjën e ardhur. Ndërkohë Warda përveç se mirë se na erdhe, do doja që të prezantoj pak edhe me ambientin, por edhe me disa njerëz që ndodhen këtu. Jo vetëm ty, por edhe ata që vinë për herë të parë në këto ambiente. Ndodhemi në ambientet e komunitetit shqiptar në Greqi, një organizëm i ligjëruar këtu 20 vjet. Të pranishme kemi dhe kryetaren e komunitetit, zonjë Rovena Xhori, një ambient i cili strehon disa shoqata dhe aktivitete të tyre, po ashtu edhe lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar në Greqi literar. Për te i kësaj, kemi nderin dhe kemi mes njerë, sepse tashmë nuk e shohim edhe shpesh, profesor Miho Gjinin, kritik i artit skenik kryesisht, shkrimtar, me një mori titush, kryetar nderi tashmë, por është themelues i literartit, së bashku me veteranin tjetër zotin Stefan Martiko, shkrimtar, esejist, publicist, mbajtës i titullit në një prashër i art. Me zotin Fanas Medi ju prezentova, zonjën Merita, po ashtu Elona Osmanin, Mirit Ramin, Gjitanin, gjithë këta që përmenda domethënë janë pjesë jo vetëm e bordit drejtues, por edhe literartit në përgjithësi. Ka njerëz që nuk shkruajnë thjesht libra, por hapin dritare. Ajo është një prej tyne. Aty ku fjala nuk është vetëm shkronjë, por frym. Ku çdo varg prek zemrën si një dorë e butë që kujdo kush je, prej nga vjen dhe çka mban brenda. Ajo erdhi në këtë promovim si një zë i ri, por me një peshë të vjetër, peshën e Shkodrës, të historisë, të kulturës, që e rriti dhe u shqeu. Në Athinë, larg qytetit të saj, të lindjes, ajo solli jo veç librin, por shpirtin e vet, një shpirt i gdhëndur në gegnisht, në një gjuhë që nuk flet me mendje, por me zemër. Poezia e saj nuk të pyet nëse je gati, ajo të hyn brenda pa trokitur, të tundon, të prek, të ngacmon, të çarmatos, dhe në fund të lënë në një dritë që nuk e dije që e kishe brenda, sepse ajo shkruan me sinqeritet, me guxim, me hapësirën e një gruaje që ka pa botën, por që nuk harron rrënjët. Fjalët e saj nuk janë të zbukuruara,
janë të vërteta. Aty ka dashni që dhem, ka plagë që nuk fshihen, ka kujtime që marrin frymë, ka gra që ngrihen më të forta, ka zemra që kërkojnë me u kuptu, ka jetë të papastër, të pastër, të ndërlikuar, të bukur. Ky promovim nuk ishte thjesht një mbrëmje kulturore, ishte një takim i dy qyteteve, Shkodrës që e rriti dhe Athinën që e priti. Një udhtim i fjalës përtej kufive, përtej ditëve, përtej heshtjeve që njerëzit shpesh mbajnë brenda. Kur ajo lexon, duket sikur koha ndalet një çast, sikur dhoma merr frymë bashkë me të, sikur secili shikim e pranon se po dëgjon diçka të vërtet, të pastër, të papritur. E kjo është dhurata e saj. Aftësia për me bë fjalën ndjenjën vargun shpresë. Sonte në këtë promovim, ajo na kujtoi se arti nuk ka adresë të vetëm, se nuk ka rëndësi ku jeton trupi, për aq kohë sa shpirti qëndron besnik vetes. Dhe shpirti i saj i bukur e i guximshëm rri gjithmonë në fjalë, në gegnishten e saj, në botën që ndërton me dorë e me zemër. Ky është zarfi i autores. Ky është udhëtimi i saj. Dhe kjo është drita që ajo na tha sonte. Përpara se të kthej përgjigje pyetjes se çfarë kuptimi ose çfarë peshë ka numri 7 tek unë si individ, por unë si individ nuk përfaqësoj thjesht vetëm mua, do janë pjesë e gjithësisë së njerëzimit. Kështu që është e rëndësishme që ti ndaj mendimet. Ajo që me lexova më përpara, në fakt unë mendoj që është diçka e ndryshme, ndoshta nga veprat që unë kam lexuar deri tani. Ajo prozë poetike që unë kam përgatit është një përmbledhje e të gjithë titujve të poezive që janë brenda në libër. Pra, unë nuk kam zgjallë, siç e shikoj shpesh në veprat e tjera, që ti rendis poezit në bazë të alfabetit, duke filluar nga A-ja dhe tek Z-ja, por kam zgjallë që poezit në të libër janë të renditura në atë formë që janë dhe të gjitha bashkë nga poezia parë tek e fundit, po të merren titujt përbajnë, krijojnë atë prozë poetike. Tani të kthehemi tek shtata. Kur unë dëgjoj numrin 7, më vjen në mend 7 mrekullitë e botës, 7 mëkatet, 7 notat muzikore. Por shtata është një numër i rëndësishëm që lidh njeriu me krijuesin. Kështu që më duket një numër shumë i fuqishëm. E thash të fundit pra lidhja mes njeriut dhe krijuesit dhe e gjithë kjo forcë që përmban në drejtë shtata ka diskutim nuk më lehtë të papërfshira ose të pandikuar për ta pasur pjesë të poezive të mia. Unë kam brenda librit me poezi, është një poezi që ma titullin 7 minuta, ka 4 vargje në fakt, por ato 4 vargje flasin shumë për lidhjen që sapo folme, pra njeriu dhe krijuesin. Ka raste kur është qëllimi që në fund më orienton tek titulli. Por ka edhe raste që është një titull i cili më pas orienton vargjet e mia. Poezia e ka fjalën e prozatike që është përshëndetja, që është parathënia, që është fjala e parë e tij. Erdhi para titullit apo pas titullit? Erdhi pas titullit. Erdhi pas titullit. Përshëndetje, Sofra Pranjush sonte gjendet në ambientet e komunitetit këtu në Athinë. Pikërisht ndodhemi në një aktivitet kur bëhet promovimi i librit të shkrimtares Uarda Albunesa, që vjen nga Shkodra. Albunesa shkruan në gegnisht dhe sot ajo sjell librin e saj të dytë. Do bëjmë një bisedë bashkë me Albunesën dhe të na thotë se si vendosi të bëj të promovim në Athinë. Kemi pranë Jasmina Kotri, shkrimtare, e cila edhe ajo shkruan në gegnisht, një shkodrane që jeton prej vitesh këtu në Athinë. Ajo ka bërë dhe kritikën
e librit. Kemi dhe zotin Robert Kaplani, një nga organizatorët, bashkë me literat, për të bërë të mundshëm këtë promovim libri. Faleminderit. Mirë se ke ardhur Faleminderit, mirë në se atinën tonë. Pyetja ime e parë ishte si të erdhi ideja të shkruash këtë libër me titull 69. Ky është një libër i cili është i mbushur me poezi dhe ideja është thjesht një ndjesi e vazhdueshme, sepse ky është libri im i dytë, ashtu siç e cekët dhe ju më përpara. Dhe një njeri që e do vargun dhe e do letërsinë, artin dhe të bukurën, dhe është i ndjeshëm edhe ndaj problematikave sociale, i rrjedh natyrshëm që të vi në një formë poetike, mund qëllon që më ardh nëpërmjet poezisë. A është një histori që të ka bërë këtë histori ta tregosh, apo e ke ndjekur ti këtë histori për ta... Jo, nuk është një histori e cila më ka bërë të tregoj, sepse janë copëza historie që jo domosdoshmërisht janë copëza të mijat. Ato janë copëza jete të personazheve të ndryshëm që takojnë jetë dhe përmbyllen më pas duke pasur secila subjektin e vet. Ju keni ardhur të bëni promovimin e librit këtu në Athinë, kilometra larg nga Shkodra. Keni sjellur një copës Shkodre këtu në Athinë dhe si e menduat të promovim librit këtu? Në fakt, unë erdha me shumë kënaqësi. Unë edhe gjatë aktivitetit e thash që nuk erdha për Athinën, por për shqiptarët në Athinë, për ta prezantuar librin tim dytë. Kjo erdhi si një propozim dhe një ide shumë e bukur e Robertit, që kam në krah, të cilin e falenderoj, të cilët ishin të gatshëm që të më prisnin së bashku me literarët për të bërë promovimin e këtyre poezive. Identiteti yt është gegënishtja, dhe ti shkruan në gegënisht. Kjo e bën më të thjesht çfarë mendon ta shkruash në letër, apo të hap shpirtin, zemrën që të shprehesh më lirshëm? Unë qysh se kam fillu me dëgju dhe me kuptu, jam mësu të dëgjoj dhe të kuptoj gegënisht, për shkak të familjes dhe ambientit ku ti rritesh. E zgjalli për dy arsye për të ardhur në gegënisht. E zgjalli në radhë parë sepse vjen natyrshëm, sepse është dialekti dhe gjuha jame, dhe në radhë dytë sepse kam evidentuar që vargu gegënisht ka një forcë dhe një fuqi jashtëzakonisht më të madhe se sa kur shkruhet në gjuhën standarde. Është gjuha e zemrës. Duke mbyllur librin, një lexues, çfarë ndjesie do lë tek lexuesi ky libër? Mendoj që ndjesia do të jetë shumë personale, sepse varet në çfarë gjendjet ndodhet personi që e lexon, lexuesi, pra që e lexon librin, por kam bindjen time që cilido që lexon poezitë dhe mbyll librin, do ketë dëshirë për të rikthyer përsëri për t'i lexuar disa prej tyre, sepse do gjej veten tek shumë prej atyre vargjeve. Të falenderojmë shumë. Do doja edhe Roberti të thotë dy fjalë për këtë bashkëpunim, për këtë ide, për ta sjellë autoren në Athinë, për ta bërë të njohur edhe në komunitetin tonë. Ishin çaste të shkëlqyera sot midis nesh, me njerëz të ftuar, dhoma ishte plot. Dëshira ishte që të sillim pak stilin shkodran, duke ndërlikuar në kuptimin e poezisë me kontaktin me njerëz, duke arritur në një sukses, në një mbrëmje shumë të ngrohtë midis nesh dhe duke u njohur me poeten ere Uarda Albuneza, e cila duket se ka shumë rrugë përpara për të krijuar një karrierë të saj. Ishte në përgjithësi një mbrëmje shumë e këndshme, ku kaluam të gjithë së bashku dhe dua ta falenderoj për udhëtimin e saj dhe literartin si institucional, afërsisht juridik, në mungesë të një shkolle, në mungesë të një shtëpie kulture, për shkak të
politikës së hollë midis dy shteteve, këtu në Greqi ku ne jetojmë si imigrantë dhe kemi kaq të nevojshme poezinë. Besoj se jemi në një rrugë të mirë drejt asaj po shkojmë që ta krijojmë dhe këtë shtëpi kulturore. Unë jam në mes të dy vajzave shkodrane. Njëra vjen nga Shkodra dhe tjetra nga Shkodra, po jeton në Afin. Që të dyja shkruajnë gegnisht. Njëra sot, Jasmina Kodri, më bën kritik vajzës shkodrane që vjen nga Shkodra. Dora, thuash diçka, Jasmin, për librin? Unë dhe quaja vlerësim një kritik. Warda ka një stil veçantë poetik, në fakt, të admirueshëm dhe shumë bukur, është vetvetja. Është vetvetja në atë çka thot, çka ndjen, pra nuk e ambalazhon as ndjenjen, as arrogancën e njerëzve, por është dashni. Domethënë është kudo që shprehet dhe flet, kudo që shpërthen, është Warda, nuk është dikush tjetër që flet në emër të Wardës, por kundërzi për shembull me mua që unë e kam bërë disa herë, por është ajo copëzat që ne marrim nga përditshmëria jonë, edhe i hedhim letër. Këtë ka pa dhe Warda, po e ka pa me ngjyra më reale, më toksore, më, siç e thash edhe më përpara, Warda ka një veti që të fluturon edhe të ul me kan tokë. Një herë. Po atë e dëgjova edhe në rrjeshtat që u lexuan nga shumë persona u lexuan shumë poezi. Ju të dyja e njiheni më parë apo sot jeni njohur konkretisht? Njihemi nga larg për shkak sepse ne kena lidhje me vetë në njëjtin qytet, por është shumë bukur kur poezia të afron më shumë me njerëzit, se nëpërmjet poezisë ti jo thjesht njihesh, ti thjesht shpalos edhe ndan shpirtin. Ne kaq kohë dëgjojmë Jasminën që flet gegnishte, edhe në gjuhën e përditshme, edhe në të shkruar, por ishte edhe një gëzim i madh që dëgjuam dhe ty duke ardhur nga Shkodra, duke na folur me atë dialektin shkodran. Të përgëzojmë shumë. Faleminderit. Suksese në këtë udhtim dhe me kom të mbarë ky libër, të ecë mbarë edhe këtu në Afin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Robert. Faleminderit. Të mundur të bashkë bisedim me vajzat. Jasmina, të falenderoj. Edhe unë falenderoj shumë. Neve së shpejti do t'i themi bashkë dhe vullimet tona të tjera që kemi. Sopra pranë jush do jetë këtu sa herë të jetë e mundur, sa herë të kërkohet, të dëgjoheni. Ju falenderojmë. Dua të shkoj të shtoj diçka të fundit, se ndjehemi të shëndetshëm kur kemi një strukturë të pastër si ju gazetare, si Lindita Akulla, bashkë me shoqen tuaj Nilda Baxha, e cila ka mundësi që ta rris prezencën e çdo poeti të ri, duke pasur afrimitetin tuaj me intervistat që do të afroni në kanalin Albania TV. Ju falenderoj shumë.